Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithë juve dëgjues kudo që jeni, mirë se ju gjejmë prap në emisionin Një ditë në jetë. E djeshmja nuk mund të kthehet më, e ardhmja nuk është e sigurt dhe ne kemi sot për këtë ditë ku jetojmë. Le të bëjmë atë që mund të ndërrojmë Zotin çdo ditë dhe t'ju shërbejmë njerëzve. Sonte jemi të nderuar, jemi të privilegjuar të kemi në mesin ton pastor Artur Krasniqin dhe të njëjtën kohë kryetarin e kishave evangeliste protestante të Kosovës, që sot me neve do të sjell mesazhin e Pashkës. Pastor Artur, jemi të lumtur të kemi në mesin ton sonte. Faleminderit shumë, pastor Deton, është nder i veçantë edhe bekim për mua po ashtu që të jem bashkë me juve edhe me gjithë shoqëruesit e juaj. Kështu që sonte ne jemi duke të prezantuar ty edhe sikur pastor, edhe sikur kryetar i kishave të Kosovës. Je në misionin Një ditë në jetë. Dhe si çdo mysafir tjetër, do të donim edhe prej teje që ky realitet të vi tek audienca e jonë që është duke na dëgjuar, se si mund ta sjellim këtë realitet të njerëzve që ne vërtet e kemi vetëm një ditë në jetë. Sparim leo me thonë driton që secili për nesh kemi nderin privilegjin me shërbyje në detyra ose funksionet ndryshme që na japen gjatë jetës. Secili për nesh për gjatë jetës mund kryjm detyra të ndryshme, duke përfshirë atë tani që unë bëhet kryetari i kishës protestante ungjillore të Kosovës, që është një nder i veçantë për mua. Por besoj që privilegji më i madh për secilin për nesh është me pas mundësi me i shërby Zotit me gjithë zemër. Me njoft përëndin, me njoft dashurinë e tij në është gjë më e çmueshme në jetë. Jam shumë i bekum që sonte mund të jem pjesë e misionit juaj Një ditë në jetë. Gëzohem që keni vendosur mi dhënë këtë emër, sepse mendoj që është shumë i veçantë e shumë i rëndësishëm për secilin, për ata që njohin Jezus Krishtin si Zotin shpëtimtarin e tyre, e për ata që ndoshta sot kanë mundësi me pa këtë misionin duke kërkuar të vërtetën për përëndin. Bibla thotë Psalmi 118, vargu 24, kjo është dita që Zoti ka bërë, le të gëzohemi e të ngazëllohemi në të. Ky psalm na bën qartë që pikërisht kjo është dita. Jo gjitha ditët, kjo është dita që Zoti ka bërë. Përëndia ka vënë theksin e veçantë me na treguar përmes psalmistit që dita që sot po jetojmë është dhuratë prej Përëndisë. Edhe ne duhet ta marrim këtë ditë si një dhuratë prej Zotit. Ju e thatë në fillim të emisionit, e kalumja ka shkuar, e ne nuk jemi shumë të sigurt për të ardhmen e për gjërat që mund të vinë të ardhmen. Por ajo që mund të bëjmë është të gëzohemi plotësisht në këtë ditë që Perëndia na ka dhënë si dhuratë. E në këtë ditë Bibla thotë sot është dita e shpëtimit. Këtë ditë ne kemi mundësi me u gëzu në gjërat e mira që kemi. Ne kemi mundësi mu ngazëllojmë Zotin për gjithçka të mirë e bekim që na jep. E megjitha, në këtë ditë si kjo, ke mundësi që përjetësia jonë mund ndryshue, sepse ne mund të bëjmë vendosjet më të rëndësishme të jetës tonë sot, që do kenë ndikim në përjetësinë tonë. Prandaj, mendoj që keni gjetë një emër qëllum, që është dashur me ndihmu secilit, me mendu Perëndia ma ka dhënë mua këtë ditë dhuratë. Shumë shpejt kjo ditë kaloi, edhe me as një pasuri kësaj jete, ne nuk më kthy më mbrapa, do të merr fund. Çka bëjmë ne me këtë dhuratë që Zoti na ka dhënë, pra me ditën që Zoti na ka dhënë si dhuratë, mendoj që është e rëndësishme për secilin prej nesh. Një ditë, secili prej nesh kemi me u përgjigj përpara Perëndisë. Çfarë kemi bërë me dhuratën e mrekullueshme të kësaj dite që Zoti na ka dhënë. E lutem që secili ketë mundësi sot, në këtë ditë, të bën vendosjen më të mirë në jetën e vet, me shërby atij, me njoft ato, me pranu ato si Zotin shpëtimtar në jetën e tyre. Prandaj kjo ditë është shumë e veçantë. Është dita që Zoti ka krijuar. Është dita që Zoti na ka dhënë dhuratë, është dhuratë prej Perëndisë. Asnjëri s'mund na më bëj me forcën me fuqinë tonë. Asnjë institucion shtetënor apo ndërkombëtar, çfarë do të jetë ai, nuk ka fuqi me bë diçka. Është dhuratë prej Perëndisë. Perëndia na ka dhënë këtë ditë. Prandaj le të gëzohemi e të ngazëllohemi në to. Wow. Shumë faleminderit. Pastor Artur, jemi në kohën e Pashkës. A mund tu tregojmë dëgjuesve tanë zanafillin e Pashkës? Si filloi kjo festë dhe cili ishte mesazhi i saj në atë kohë?
Patjetër, ne dim historinë e festës së Pashkës, prej historisë biblike, por edhe prej historisë së popullit hebrej, popullit Izraelit. Në vitin 1513 para Krishtit, hebrejët ishin në një situatë shumë vështirë të jetës tyre. Ata tashmë gjendeshin nën pushtimin e Egjiptit. Kishin shku atje për të mbjetuar, e tashmë ishin zonë nën robninë e faraonit. Kishin përjetuar për 400 vite shtypjen. Bibla na e bën të qartë që vaji i tyre ishte dëgjuar nga prania. Ata i kishin thirrë Zotit për ndihmë, për shkak të vujtjeve e vështirësive, për shkak të robnisë që ata po kalonin. Në librin e Daljes, prej kapitullit 11 në Bibël, ne kemi mundësi me fillu me lexu historinë e planit të mrekullueshëm të pranisë për të shpëtuar popullin e tina për robërisë faraonit. Kur lexojmë atë tregim, kur i shohim e kthejmë të ajo histori, ne gjithmonë kemi mundësi me pa që faraoni, si një pushtues i egër, Egjipti si një shtyps ndaj popullit të Izraelit, gjithmonë kishte një strategji. E strategjia e tyre ishte që me mbajt popullin e Zotit robnum. E në anën tjetër, ne kemi mundësi me pa që prania kishte një strategji tjetër. Strategjia e pranisë është shumë e thjeshtë, as pak e komplikuar. Lënë popullin tem të lirë. E prej asaj kohe e deri sot, ne shohim këtë strategji djallit duke u përsërit prap, e strategjinë e pranisë duke u manifestu prap. Djalli, armiku i shpirtave tonë, dëshon me mbajt njerëzit robnum, dëshon me mbajt njerëzit shtypur në robninë e mëkatit, në robninë e errësirës, në dhunë, në padrejtësi. Dërsa strategjia e pranisë për popullin e tij gjithmonë ka qenë: unë du që populli jam me qenë i lirë. Në atë kohë, kur populli i Izraelit po përjeton të këtë robëri, prania kishte zgjedhur një njeri thjesht, me emrin Mojsi, që do të udhëheqte populli i Izraelit drejt lirisë. Shkrimi i Shehit na bën qartë se Mojsi nuk ishte aq i përgatitur për një pozitë të tillë. Mrekullohem tani herët që prania përdor njerëz thjesht për gjëra të mëdha, sepse prania gjithmonë dëshon me tregu se nuk është me anë të fuqisë tonë, nuk është me anë të mençurisë tonë, por është me anë të fuqisë tina. E prania zgjodhi Mojsiun që ta drejtonte popullin e Izraelit përmes shkretjes për mu kthy prap në vendin e tyre, kur prania donte që ata të jetonin të lirë. E gjithë historia e kësaj feste fillon me kohën kur prania kishte vendosur që të intervenonte tashmë mbi faraonin, edhe kishte kërkuar që populli i Izraelit bënte diçka shumë të veçantë. Kjo njihet te populli i Izraelit si Pashka ose si festa e kalimit, ku ata do të kalonin prej robnisë për të kthyer prapë në tokën e premtuar. Prania kishte urdhëruar që secili prej tyre do të prente një qengj, do të marrte gjakun qengjit dhe do të lynte shtallkat e portës, do të lynte pjesët e derës tyre. E kur angjëlli i vdekjes do të kalonte, aty ku do të shihej gjaku i qengjit, ai nuk do të prekte, në fakt do të kalonte përtej, edhe do të kishte mundësi me jetue edhe me vazhdu me u kthy në udhëtimin që Zoti kishte dhënë. Tani kjo histori na bën secili prej nesh me mendu për kujdesin e pranisë e për dashurinë e madhe të pranisë. Kur ne lexojmë gjithë historinë e librin e Daljes, ne shohim intervenimin e mrekullueshëm pranisë, dorën e Zotit, dashurinë e tina, kujdesin e tina. Sa herë që lexoj ato pjesë tregimeve të bestisë së vjetër, bën me mendu, wow, sa i mirë është Zoti, sa shumë kujdeset për neve. Kur prania kishte goditë Egjiptin me errësirë, i vetmi vend, Bibla thot, kur nuk kishte errësirë, ishte Goshemi, vendi ku populli i Zotit jetonte. Sot do duke pamundshme me mendu, qysh gjithë toka ishte mbuluar me errësirë, aq të madhe. Bibla thot, aq e madhe ishte errësira, sa sikur mund të preke me dorë. E në mes kësaj errësirës, populli i Zotit po jetonte në Goshem, në dritë. Errësira nuk e kishte godit ata. E pastaj populli i Zotit, populli i Izraelit patë mundësi me pa me sy të tyre intervenimin e dorës së Zotit në mënyrë të mrekullueshme mbi ta. Prania i kishte folur Mojsiut përmes tij popullit të Izraelit që përgjatë gjithë historisë ata kanë me kujtu këtë ditë si një ditë të intervenimit të Zotit, si një ditë të dorës së Zotit, si një ditë kur prania kishte ndërhyr për të mbrojtur, për të nxjerrë prej robërisë, prej skllavërisë së faraonit dhe të Egjiptit. Prandaj populli i Izraelit përgjatë historisë e ka festuar Pashkën, festën e kalimit,
si ditën e çlirimit, si ditën e intervenimit të Zotit, si ditën e shfaqjes favorit pranisë, mbi ta si popull, derisa ata kishin kërku praninë me gjithë zemër. Kjo është historia biblike e festës së Pashkës Mbështjelljen e Vjetër. Wow! Besoj që shumë dëgjues janë duke marrë një pamje, një sqarim të mrekullueshëm, domethënë që e ceket diçka shumë bukur. Perëndia dëgjoi vajtimin e popullit dhe siguroi çlirim për ta. Shumë faleminderit, Pastor Artur. Tani, ky ishte kuptimi i Pashkës në dhjetën e vjetër. Po në dhjetën e re, cili është kuptimi i Pashkës dhe çfarë festojmë ne si të krishterë sot? Tani, për neve si të krishterë, festa e Pashkës merr një kuptim edhe më të veçantë, sepse Bibla na tregon pikërisht ishte festa e Pashkës ku Jezus Krishti kishte pranuar me shku në kryq, me vdek për fajt e mëkatet tona, edhe ditën e tretë ishte ringjall për së vdekurish. Pra, ringjallja e Krishtit, vdekja tij në kryq, vënia në varr dhe ringjallja nuk është një zavendësim e asaj historie të besjes vjetër, përkundrazi e bën edhe më madhështore, e bën edhe më të veçantë, jep kuptim edhe më të madh se pikërisht në festën e Pashkës Jezus Krishti kishte pranuar me shku në kryq, me vdek për fajt e mëkatet tona, me shpreh dashurinë e madhe të pranisë për gjithë njerëzit. Prandaj unë shpesh mundohem ju thonë njerëzve që kryqi është simboli më i madh i dashurisë. Na përdorim zemrën kanjëherë si simbol dashurie, por kryqi është simbol më i fuqishëm i dashurisë, sepse kryqi ngërthen veti krejt çka prania ka dashur me shfaq njerëzimit, krejt çka prania ka dashur me fol kësaj bote, sa shumë ai na don, e ka shprehur në kryqin e Jezus Krishtit, kur Jezusi kishte vdekur në kryq. Prandaj kur unë shoh një kryq, unë kam mundësi me menu për dashurinë e pranisë. Pikërisht për këtë arsye, në shoqërinë tonë sot, ky simbol është shtrembruar kaq shumë, duket sikur dreqi, kur historitë të kaluamës, djalli kanë arrit me dhënë një farloj ngjyrimi tjetër këtij simboli, çfarë prania ka dashur më kon. Prania gjithmonë ka dashur me shpreh këtë dashuri tina të pamos përmes kryqit Jezus Krishtit. E në festën e Pashkës, Krishti ishte ringjall për së vdekurish. Kjo bën krishtërimin, kjo bën besimin ton me dallu prej çfarëdo lloji religioni tjetër. Ne nuk e themi me arrogancë ndaj askujna, as me shpreh kurfar urrëtie ndaj asnjë religioni tjetër, por ka një dallim të rëndësishëm që e bën krishtërimin me dallu prej çfarëdo religioni tjetër, fakti se Krishti është i gjallë edhe jeton përgjithmonë. Festa e Pashkës i ka dhënë kësaj feste kuptime më të madh sepse Krishti ishte ringjall pikërisht në festën e Pashkës. Shiqoni, kur njerëzit citojnë njerëz të tjerë që kanë dhënë fjalë të mëdha, e sot nuk janë më gjallë, ne themi filani kështu ka thonë, ai ka thonë kështu. Jezus Krishti është i vetmi i cili thotë edhe sot. Ne themi Jezusi ka folë. Kur ne lexojmë Biblën, ne kemi mundësi me pasë të ungjit, Krishti ishte në tokë, ne regjistrojmë fjalët e Jezusit që ai kishte folë. Pastaj ne kalojmë kur Krishti ishte ngrit në qiell, e pastaj ishte koha e kishës hershme, e apostullit Paul, e nxënësve të tjerë që vazhdojnë për diku lajmin e mirë, deri te Gjoni ku përfundon librin e zbulesës. E shpesh herë kur lexojmë këto letra, ne kemi mundësi me pa prap Jezus Krishtin duke folë. Ne kemi mundësi me dëgju prap zonin e tina. Pra, Jezus Krishti është i vetmi që flet edhe sot, që shëron edhe sot, që vjen edhe sot, që bën gjëra edhe sot. Jo vetëm një Zot i të kaluamës, ku ai ka jetuar para 2000 vitesh, por është i gjallë edhe sot. E festa e Pashkës është ajo që jep kuptim më të rëndësishëm të krishtërimit, besimit ton, na bën secili për nesh me kthy syt ka Zoti me kuptu, wow, prania nuk na kalon në errësirë. Jezus Krishti ka ardhur në këtë tokë me mund armikun më të madh tonin, që është mëkati, vdekja. Ai ka mujt atë në kryq, duke kalu përmes, e duke u ringjall, e duke thonë vdekje ku është pushteti yt. Për këtë arsye Pali e tha, 13 vdekje ku është fuqia jote?
Krishti ka mujt ato. Jezus Krishti është ringjall. Prandaj, besjen e re, sa herë që ne festojmë Pashkën, ne kemi mundësi me u kthye në një ngjarje shumë e veçantë, që tash nuk është më e kufizuar vetëm për popullin e Izraelit, por në Krishtin është bërë globalisht për çdo njeri. Të lutem, po të ndërprej, përsërit edhe herë këtë pjesën. Të fundit ta që tha, do të thonë, në dhjetën e vjetër? Në dhjetën e vjetër, sa që lexojmë historinë e kalimit të Pashkës, ne kufizojmë ato vetëm për popullin e Izraelit, por në ringjalljen e Krishtit, ne kemi mundësi me pasë plani për nis për shpëtim, nuk është për një kom të caktuar, nuk është, por është për globalisht e mundur për çdo njeri, çdo person ka mundësi me marrë shlirimin, faljen e mëkateve, lirinë që Krishti na jep me anë të kryqëzimit, të varrosjes edhe të ringjalljes. E duket se përgjatë gjithë shkrimeve, letrave që ne lexojmë në Bibël, ne kemi mundësi me pa që ringjallja e Jezus Krishtit, vdekja e Jezus Krishtit në kryq, varrosja dhe ringjallja ishin mesazhi kryesor i predikimit tyne, sepse kjo është fuqia e ungjillit që ne predikojmë. Jezus Krishti e ka mund vdekjen. Ai është i gjallë sot e përgjithmonë. Prandaj ne krishterët, kur festojmë Pashkën, unë shpeshherë mundohem i thonë njerëzve kur ma urojnë, jam shumë falënderit, por Pashka nuk është një festë veç e jona. Krishti ka në këtë botë për çdo njeri. Ai ka vdekur në kryq për çdo njeri që pranon sakrificën e tij në kryq. Krejt çfarë duhet është, thënë Jezus, unë pranoj që ti ke vdekur për fajt e mëkatet e mia. Ti e varros dhe ti ringjall përsëri. Ne nuk shkojmë me festu festat e një varr, sepse Bibla na mëson që në festën e Pashkës ata kishin pa që varri ishte i zbrazët. Jezus Krishti doli para tyne, ata e pan, ata e preken me sy, tyne kishin mundësi me sodit fuqinë, madhështinë e Krishtit ringjallur. Prandaj ne krishterët në këtë festë po ne kujtojmë historinë e mrekullueshme të besisë vjetër, por po ashtu ne kujtojmë ringjalljen e Jezus Krishtit e duhem me reflektue në këtë fuqi të ringjalljes. Ne dëshirojmë me njoft ato, me njoft Jezus Krishtin edhe fuqinë e ringjalljes tina. Ka fuqi në Jezus Krishtin, ka fuqi në ringjalljen e Jezus Krishtit, që çdo njeri që është në prangat e mëkatit, e tropnisë, e vdekjes, ka mundësi me marrë jetë përsëri. Wow, shumë faleminderit për këtë shpjegim të mrekullueshëm. Jo vetëm një shpjegim, por një vërtet, një realitet. Pastor Artur, Jezusi tha, unë jam ringjallja dhe jeta. Çfarë do thotë kjo për besimtarët dhe për dëgjuesit tonë, sot fakti që varri është i zbrazur? Dhe pse Apostoll Pauli thotë se nëse Krishti nuk do të ishte ringjallur, predikimi dhe besimi ynë do të ishte i kotë? Është fakt dhe vërtet kjo që na jep neve gëzim edhe na jep kurajo, por po ashtu na jep të drejtën legjitime me prediku ungjillin këtë vend, sepse ne predikojmë Jezus Krishtin e ringjallur. Kjo dallon krishtërimin, kjo nuk e vendos krishtërimin në atë pjesën e religioneve të tjera, sepse çdo religion tjetër flet për një prist drejtues i cili ka diku një varr, ka një datë lindje, ka një datë vdekje. Edhe ata që ndoshta nuk e besojnë Jezus Krishtin si Zotin e shpëtimtarin e tyre, e din këtë fakt që Jezusi është i gjallë edhe do të vijë përsëri. Unë kam takuar njerëz besimeve të ndryshme, edhe këtu në Kosovë, që e pranojnë po, ne dim që Jezusi është i gjallë, ne dim që ai nuk ka varr, ne dim që ai jeton përgjithmonë. E kjo më bën me menu, wow, nëse dikush e din që Krishti është i gjallë, që 2000 vite, ai nuk ka vdek, ai patjetër që ka fuqi mbi vdekjen, se vdekja s'ka pas pushtet mbi to. Ai vazhdon në sot më kon i gjallë përgjithmonë. E nëse ne pranojmë këtë realitet, atëherë mendoj çdo njeri duhet me kërku, me gjetë ato, me njohë të vërtetën për Krishtin. Për këtë arsye Pauli me drejtë tha, nëse Krishti nuk është ringjallë, atëherë ne hyjmë në radhët e religioneve tjera. E krishtërimi pa ringjalljen e Krishtit kish më qenë i mërzitshëm, kish më qenë pa shpresë, s'kishin pas të drejtë me kaq trimëri me ftu njerëzit me u pajtu me prënin. Por fakti se Jezus Krishti është ringjallë, fakti se ringjallja e Jezus Krishtit është realitet sot, e njerëzit kudo në botë mujnë me dëshmu për këtë gjë.
Unë çdo ditë takoj njerëz, ashtu si kur ti takon njerëz që pranojnë po, unë e kam njoft Jezus Krishtin si Zotin shpëtimtarin tem. Ai ka ndryshuar jetën time, ai edhe sot shëron, ai edhe sot bën mrekulli. Ne jetojmë në Kosovë, unë takoj dje me vajza, burra, gra, për çdo ditë që takimi tyne, njohja e kësaj të vërtetë të ringjalljes Krishtit e ka transformuar jetën e tyne, ka ndryshuar plotësisht jetën e tyne. Për këtë arsye, ne vazhdojmë me thirr çdo njeri duke thënë i vetmi person në historinë e njerëzimit që ka thonë unë jam ringjallja dhe jeta është Jezus Krishti. Kushdo tjetër me thonë një fjalë tillë, kish më konsideruar i çmendur, një budalla ose njeri pa vlerë. Por Krishti ka thonë këtë para 2000 vitesh dhe kjo vërtet vazhdon me qëndru në qendër të historisë e vazhdon me thirr çdo njeri. Krishti është i gjallë. Ai tha unë jam ringjallja edhe jeta. Ai është vetë dhënësi i jetës. Ky është ligj që ne mësojmë e që natyra e nje, që jeta buron veç për jetës. Ai që është jeta ka mundësi me dhënë jetë. E Krishti tha unë jam jeta. Ai ka mundësi me dhënë jetën e preshme gjithë secilit që kërkon. Ai që vetë nuk ka jetë, nuk ka mundësi me dhënë dikujt tjetër jetë. Prandaj kur ne festojmë Pashkën, unë do doja që secili me ditë që ne nuk festojmë një festë fetare. Ne nuk ja kemi shtu kalendarit zyrtar të festave në Kosovë edhe një festë më shumë. Ai kemi këto e kemi edhe Pashkën. Me që të dashur, Pashka simbolizon diçka krejt tjetër. Simbolizon diçka që secili duhet ta pritoj e një në zemrën e tij. Përndryshe është një festë pa kuptim, nëse Krishti i ringjallur nuk është në qendër të saj. Nëse predikimi i ringjalljes së Krishtit nuk është në qendër të saj. E unë kisha dashur me ftu çdo të krishterë që e ka njohur këtë fuqi të ringjalljes së Krishtit, që ta predikoj ato, që ta dëshmoj ato fuqishëm, jo vetëm këtë festë Pashkës, por çdo ditë jetës, sepse nëse Krishti nuk është ringjallë, nëse ne nuk e kemi përjetuar fuqinë e ringjalljes tina, ne ishim ka njerëz më të mirë më në këtë jetë. Por realiteti është ndryshe. Krishti është i gjallë dhe ne kemi të drejtë me kallëzu kësaj bote pa shpresë, kësaj bote që vdes në mëkat, Krishti është e vetmja shpresë. Çfarë mesazhi? Nëse një person nuk të kishte vdek më së pari, nuk të thirrët ringjallje mbrapa. Kështu që Jezus i vdiq, e mposhti varrin, ferrin dhe u ringjall përsëri mos më vdek më kurrë. Pastor Artur, shumë jemi mirënjohës për këtë mesazh që ti ke sjellur sonte në mesin tonë. Në fund të emisionit, cili është mesazhi ose urimi juaj për dëgjuesit tanë në këtë kohë të Pashkës? Çfarë do të dëshironit që ata të kujtojnë nga kjo festë? Mas pari kisha dashur me i fut çdo vllau e motër në Krishtin, çdo besimtar në Kosovë, në këtë kohë feste, që me pas mundësi edhe një herë me reflektu, me kthy, me mendue në fuqinë e ringjalljes së Krishtit. Kisha dashur me ftu çdo besimtar, çdo të krishterë që mbledhet kudo nëpër kishat e tyre në Kosovë me festue ringjalljen e Krishtit, që fuqia e ringjalljes së Jezus Krishtit do të transformoj mas pari mrena jetës tonë, do të sjell këtë dritë, këtë shpresë mrena nesh. E poshtu, kisha dashur që këtë mesazh shprese me mbartë çdo familje në Kosovë. Ne jetojmë në kohë të vështira, në kohë të përplasjeve të mëdha. Ne shpesh nuk dimë çfarë do të ndodhë të nesërmen. Ne për çdo ditë jemi të shokuar për lajmeve që shohim. Njerëz vazhdojnë u kapën frikë, cila është e ardhmja, çfarë po ndodh, çfarë na pret të nesërmen. E kisha dashur që në këtë kohë Pashkë me ftu secilin me ky syt ka prenia e me kërku Zotin me gjithë zemër. Fjala e Zotit na dëshmon se sa herë në çdo kohë vështira, njerëzit kishin kthy syt ka Zoti, prenia gjithmonë ishte përgjigj për qiellit. E në këtë kohë Pashkë, unë kisha dashur me ftu çdo banor, çdo qytetar të Kosovës, me shumë dashuri, me shumë zemër, ne i bëjmë thirrje gjithë secilit që të ketë mundësi me mendu edhe një herë për dhuratën e mrekullueshme të shpëtimit, të faljes së mëkateve që Jezus Krishti na ka dhënë falas në kryq për fajtë e mëkatet tona. E kisha dashur në këtë festë Pashkë në mënyrë të veçantë me uru çdo drejtuesi politik të vendit tonë. Secili që drejton këtë vend, qoftë në pozita qeveritare qendrore apo atyre lokale, duhet me ditë
që pozita që ata kanë, mas pari, jo është besu është dorë me përgjësi para përënis. Ata kanë një përgjësi para Zotit, edhe po ashtu për para poplit. E kisha dashur me iftu që me drejtu këtë vend, me frikë, ndaj përënis mas pari. Edhe veprimet e tyre me kuptu që janë, du gjithmonë t'jenë në vit drejt ndaj përënis, duke respektue, mas pari mo, Zotin përënin. Me pas mundësi që mi dhonë këti popli, shpres për me hes për para e me kërku të vërtetën. E Biblia ka premtue që nëse bëjmë një gjatë tillë, përënia ka më në batët njohur. Përënia nuk është dikunim shehur që njerëzit mund me gjetë. Ai ka premtu sot, nëse kërkojmë ato, ne kemi mundësi me gjetë ato. E unë lutem që çdo njeri, çdo qytetar, çdo banor i këtij vendi, çdo drejtues politik i këtij vendi, të ketë mundësi me gjetë këtë shpresë, këtë vërtet, këtë fuqi të Jezus Krishtit dëshmume për gjatë historisë e në fjalën e tina. E lutem që Zoti do të bekoj vendin tonë, e bekoj familjet tona, e bekoj secilin për vllazën e motrë që njohin ato si Zotin shpëtimtarin e tyre. Pastor Artur, ne jemi shumë mirënjohës për kohën dhe mundësinë që t'i gjetëm me qenë në misionin tonë, jo për mu, por për të gjithë dëgjuesit që janë duke na dëgjuar, për të sjellur një ndriçim për ato se çfarë është Pashka, si filloi Pashka dhe çfarë kujtojmë e kremtojmë sot. Dhe unë do t'i bashkangjitem asaj çfarë ti the, që t'i ftojmë edhe qeveritarët që të dielën e Pashkës na bashkangjiten, ta dëgjojnë në mënyra të ndryshme edhe në mënyra të ndryshme mesazhin e Pashkës nga kishat e nëpër Kosovë. Kështu që shumë faleminderit dhe kënaqësi të kemi në mesin tonë. Faleminderit juve. Miq të dashur, ishit sonte në emisionin Një ditë në jetë me pastor Artur Krasniqin, në jetën kohë edhe kryetar i kishave evangeliste protestante këtu në Kosovë. Dëgjuat mesazhin e Pashkës. Unë do të lexoj diçka nga ajo se çfarë veç keni dëgjuar tani. Ajo që thuhet që nëse shkojmë tek varri ku kanë varrosur Jezusin, është shkruar aty që ai nuk është këtu. Dhe unë dua të citoj këto fjalë e angjëllit të Perëndis që i tha kur gratë shkuan tek varri. Të Ungjillit sipas Lukës, kapitulli 24, unë po lexoj prej vargut 5. Thot: "Dhe mbasi ato të tmerruara e mbanin fytyrën të përkulur për dhe, ata i thanë: Pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Kujtoni si ju foli kur ai ishte me ju në Galile." Paqja dhe gëzimi i Zotit qofshin me juve, Zoti ju bekoft dhe mirë dëgjoshim, mirë takoshim në takimet tona të tjera. Zoti ju bekoft.